personat që janë më të njohur ose VIP ka kurreshtje më të madhe për jetën e tyre sociale. Të premten, pam një rast ku një dizajner i modës ka lënduar bashkëshortën e tij, më pas edhe ka mbytur veten. A përshkruhet ky rast si që është dhuna në familje, apo si çfarë mund të përshkruhet? Duke ditur që ka përdorur thikën si mjet për të bërë sulmin. Duke e ditë raportin në mes të viktimës dhe tani më të ndjerit, mundemi lirisht me thonë që ka qenë akt i dhunës në familje, por nuk është i vetmi ky e edhe më herët që ka janë raste të cilat çdo ditë më tepër më duket në shoqërinë tonë. Zonja Batije, pse ka kaq shumë interesim të publikut në raste të tilla ku raportohet për një figurë ndoshta që është më shumë e njohur se sa vetëse qytetare e Republikës Kosovës? Kurreshtja është më e madhe kur na paraprakisht njohim një person dhe e dim që i ka ndodhur diçka, qoftë diçka e keqe si rasti në fjalë, qoftë edhe diçka e mirë për raste të tjera. Kurreshtja është më e madhe sepse dojmë me ditë më tepër për personin, çush e ka pas jetën sociale, na intereson jashtëzakonisht shumë se çka fshihet mas atij glamurit që e proklamojnë nëpër rrjetet sociale këta personat VIP etj etj. Jo vetëm te ne, po në krejt botën për personat që janë më të njohur ose VIP ka kurreshtje më të madhe për jetën e tyre sociale. Është krejtësisht normale që qytetarët e Kosovës të jenë më të interesuar për këtë rast se sa për rastet e tjera ku janë të përfshirë personat që nuk janë të njohur ose nuk janë popullor.